Sot kena me pregadit makarona kinez, por jo vetëm. Kena me shushu me një salcë super të shishme, me speca paprika dhe me shpule. Kështu që përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar gatime për fillestar. Si hapi parë, në një tigan të nxehur shtojmë pak vaj dhe hedhim mishin e pulës, e lëm të suqet mirë derisa të marrat në ngjyrën e bukur të artë. Pasi mishi është skuqur, shtojmë qepën e prerë dhe e kavërdisim për disa minuta derisa të zbutet. Tani shtojmë specat shumë ngjyrësh, të kusht të gjelbër dhe të verdh, ku do të japin një shije, por gjithashtu edhe një pamje shumë të bukur soses, por në fillim do të skuqen për pak minuta. Tani do të shtojmë një lugë gjelle miell dhe e përzijmë mirë. Mielli na ndihmon me trash sosën dhe me i lidh shijet më mirë. Masani na kena me shtu salcë domatesh dhe kena me vazhdu prapë me përzierjen. Tash pasi ja kemi shtu salcën e domates, vazhdoj me erëzat, krip, biber vegjet dhe hudër pluhur. I përzij mirë që të marrni shije, pastaj shtojmë hoplën ose sane për me bë sosën më kremoz. Në njëjtën tas ku e kemi pas hoplën, e mbushim me ujë dhe e shtojmë prapë në tigan. E lëm krejt bashkë me u zi për rreth 7 minuta, derisa sosa të trashet dhe të lidhen krejt shijet bashkë. Tash vjen pjesa e makaronave kinez. Ujin e qesim me vlu si zakonisht, por zirin kena me bë pak më ndryshe. Kur uji vlon, e heqim tenxherin prej zjarit edhe i fusim makaronat brenda. Kena me lënë për 6 minuta, varësisht si shkruan paketimi. E kontrollojmë e gati. Dhe tani makaronat janë zbutur dhe janë gati, i kena kullu edhe i shtojmë, i servojmë. Unë kom vendos me i lënë të pa përzijera me sosin, që më po pak më bukur në pjatë. Në njërën anë makaronat kinez dhe në anën tjetër sosi me mishpule dhe speca. Tani mbetet veç me i përzi dhe me i shiju. Nëse doni më shumë receta si kjo, bëni subscribe dhe aktivizoni njoftimin. Shihemi në video tjetër dhe ju bëftë mirë.